Alian Sherry e mbylli sezonin në Serie A si një protagonist pasi ishte titular në sfidën që Cagliari luajti në fushën e Napoli. Ky i fundit u shpall kampion me fitoren 2-0, por Sherry u bë shpeshherë pengesë napolitanëve që kërkonin me çdo kusht suksesin pasi ndali goditje të radha si drejt portës së tij. Megjithatë në fund ai doli me duar tokitje nga fusha për t'i bërë vend për disa minuta portierit të tretë, teksa sot nëpërmjet rrjeteve sociale i shkroi një mesazh ndjekësve të tij për mbylljen e sezonit të tij të parë në klubin e Serie A. Një rezultat i vështirë për të mbyllur sezonin, por krenar për rrugtimin që kemi kaluar, pavarësisht uljeve dhe ngritjeve në arritëm objektivat tona dhe treguam rritje të vërtetë si skuadër. Në nivelin personal, unë jam falendërues që mund të jetoja ndërtime që kisha që fëmijë, që të isha pjesë e këtij klubi. Faleminderit tifozëve për mbështetjen e pabesueshme gjatë gjithë sezonit. Ne do të kthehemi më të fortë, ishte mesazhi për portierit shqiptar.